Shikoj që na thot tani në kohë reale Hortens Meçani, shpentot, azmer, më falni që po dal nga tema, po lajmi i fundit është që reanimacioni është pa drita dhe po dalin pacientët nga salla e operacionit. Të merr. Tani, ja të flas pak unë shpejt këtu tani. Patjetër. Pjesa e spitaleve renditet si objekt i rëndësisë veçantë. Pa. Çfarë do të thotë? Duhet furnizohet minimalisht nga 2 linja të ndryshme me energji elektrike. Në rastin ose në skenarin më të keq, kur bëhet projektimi, nuk funksionon asnjëra nga linjat për probleme teknike, hyn në lojë le të themi gjeneratorët. Nëse gjeneratorët nuk punojnë, s'ka nafte, probleme, hyn UPS-at, pra bateritë, për çdo skenar të mundsh. Por, në rastin fjalë, kjo që ka ndodhur, kjo vëlla tregon dështimin e institucioneve. Dhe ajo që duhet ndodhi këtu është që dikush duhet mbaj përgjegjësi. E kuptoni ju një person i cili le themi është le themi pa ndjenja që e mbajnë në jetë vetëm makineritë, jetë pa energji elektrike, pra ti e ke vrarë atë zotëri. Ti e ke vrarë atë. Ç'është kjo? Janë bërë investime, këtu tendera bëhen. Po problemi vëlla është sepse këtu nuk pyeten profesionistët. Pra këtu marrin vëlla për të zbatuar, për të projektuar, për të idejuar një objekt të rëndësisë veçantë njerëz që nuk kanë lidhje me pjesën teknike, thjesht janë militant partie, janë me ne apo janë kundër nesh. Ma kanë folur unë për pjesën e sigurisë teknike, elektrike, sigurinë e gjitha me radhë, nuk ka folur njeri. Por am ka pyetur njeri deri më sot shpend? Ora të më marrë vëlla, o ti zotri. Që po na bezdis me këto që po thua. Ora po këto që thua ti 2-3 gjëra, ora si bën këto, hajde ti bëj, ose na i trego. Zero. Përkundrazim kanë shpallur dhe armik të partisë i prish propagandë. Pra, edhe një pjesë sot po pse flet. Po mirë më zotri, dhe fjalën donin ma hiqni tani?